Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët te kjo video e re. Para se të nisim ju të kujtoni se ky këtu është ekipi im, por jo. Dje unë dhe Glendi kemi quar accountin e ti 113 euro. E kam qunë do atë? Pushoti, o legend se ti ta kam qunë. Dhe a jeni gati tashini këtë ekip? Se Glendi ju e dini që nuk unë jam pro player dhe tashi, ja, ky është ekipi, me gati 5 lojtarë të rinj. Ky është ekipi Glendit atë. Si gjunaf, pastaj qa Glendi. Dhe si që shikoni që, kur kemi thënë, këtë ekip në fakt gati gjithë për të lujt, edhe këshu i ka bo Glendi për edhe për fat, se ju e dini Glend Qylsi, si që shikoni që kur kemi thënë për kanavarën që kemi për të shitur kur në qëlloj, jo në fakt ne nuk e dinin kur në qëlloj që u shiste, por kemi pas një plan, por kanavarë nuk ishte shitje, tashi që kishte shitje, vendosëm për të shitur. Dhe nga çmimi kanavarë, dhe më thëmë nga lek që ngellin nga kanavarë nga 2 bilion e 100 milion, Glendi dhe unë kemi marë CDM Matuidi, këtë janë statistikat e këtij fundi. Ok, details, dhe këtu janë statistikat e Matuidit, 20 training dhe 121 vrapimi, 94 shuti, 135 pasimi, 135 driblimi, 137 defending dhe 139 fiziku, edhe vlerën këtu që kushto 678 milion, çka tilla kemi ble edhe ne. E kemi ble full, nuk e kemi rrit hiç. Edhe këtë Gonzalo Inakio që mori di Glendi me Sharca, te një video, edhe Rivaldi që ishe llojt e tremisha, Rivaldi ne kemi cu 112 dhe këta statistikat, 129 vrapi, 136 shuti, 122 pasimi, 125 driblimi dhe 96 fiziku. Edhe unë Rivaldi në ka marrë të kakaondim, me 1000 Sharca, që shqyqut ka dalë 1000 Sharca, video i me mundaljo se sot ose nesër, nuk i dihet. Rivaldi në kam quar 114, edhe Glendit për fat keq që i ra Rivaldi dhe të rua ta qërë Rafinha në RW, sepse Rafinha mund të luaj RW, dhe ekipin a rrit goxha me këto ndryshime, plus doja t'ju thuaj që Glendi ma të që ka pat djem diku nga ora, nuk e di, nuk e maj men, po diku nga darka i ra dhe një CM107 që unë dhe më thëmë Glendi vendosi që ta fusim tek Sharcat për të bërë sa më shumë Sharca. Dhe për momentin kemi ka Sharca, 275. Nuk e di apo i digjoni këto që Glendi po luam qitë PlayStation, që shumë shpejt do të vi një video ku Glendi do luaj PlayStation. Do më thëmë GTA 5. Që janë këto budalishe së në smar vesh nga GTA-ja, Glendi i kanë të rezik të gjona. Edhe Marcos Llorente do me thënë që Glendi ka marrë me Sharca. Kohleri këtu, që Kohleri është bish. Në fakt kishe me një herë vend Matuidit me marrë i portier, por deshëm kishe me një me marrë Donnarumën, por qëfë se marrë Donnarumën nuk do na mjaftonin lek. Edhe sa morë Matuidin, shkum hapëm atë pakon aty, direkt në rajtë së më. Tha mua të qafati, bura kupto, se për fat keq që morë Matuidin o plek. Edhe s'kishëm që me bo tashi, nuk mund të shiznim prap Matuidin se i bite vlera shumë, lek që na të prun, i kena qute kjo pakoja. Mos e merrni bezi që jam të ju treguve gjona pa lidhje, po nese, e kena qute kjo pakoja me 80 milion coinsa, e kena hap 2 herë, lek që na të prun, morëm ca Mascherano këtu, edhe provum ca herë këte. Po, edhe Schweinsteigerin, që Matuidi ndryshesh Schweinsteigerin e futëm këtu 103+, s'nara në i gjo për nesët, pak nësa më bo Sharca, dhe për momentin ne, do më thënë Glendi është gati sa më shpet për një portier, edhe për një qendërsulmues, se për momentin ekipin e ka shumë të fort, dhe mbrapa këtyre dyve është detyruar ndryshoj Fabian Ruizi, që Fabian Ruizi për të luajtur është bish o dak, ato i goditi